Peshorja. Kjo është unë peshore, tëfton të shohësh të vërtetën ashtu si që është. Energjia e vëgjëreshës nuk lëvend për iluzione apo justifikime. Këtë tëfton mund të kuptosh më qartë një situatë prej kohësh e ke parë me shumë optimizëm ose ke zgjedhur ta injorosh. Kjo mund të lidhet veçanërisht me jetën sentimentale. Nëse ke vazhduar të japësh shanse dikujt që nuk po të vlerëson sa duhet, universi të kërkon të heqësh syzet roz dhe të përballesh me realitetin. Nuk është një ditë për të vuajtur, por për të marrë vendime që të mbrojnë qetësinë dhe dinjitetin tënd. Vendos kufijnë të shëndetshëm aty ku është e nevojshme dhe mos ke frikë të largohesh nga marrëdhëniet që të konsumojnë energjinë. Përkundrazi, përqendrohu te njerëzit që të mbështesin, të respektojnë dhe të bëjnë të ndihesh i vlerësuar. Të shohësh të vërtetën nuk është humbje, por çlirim. Kur zgjedh të respektosh veten, hap derën për marrëdhënie më të shëndetshme dhe më të lumtura. Akrep, kjo është unë përqendruar të miqësitë dhe njerëzit që të bëjnë të ndihesh mirë. Energjia ditës të kujton se lumturia nuk vjen vetëm nga sukseset personale, por edhe nga momentet e bukura të ndara me ata që i ke pranë zemrës. Gjej kohë për të takuar një mik, për të biseduar, për të qeshur dhe për të krijuar kujtime të bukura. Ndikimi i fortë i vëgjëreshës të shtyn të tregosh dashurinë dhe kujdesin përmes veprave konkrete. Një gest i vogël, si të ndihmosh një mik, të ofrosh mbështetje ose të lehtësosh dikujt një detyrë, do të ketë më shumë vlerë se fjalët. Sot veprimet e tua flasin më fort se çdo veprim. Edhe nëse ke qenë i zënë kohët e fundit, mos harro se marrëdhëniet ka nevojë për vëmendje dhe për kushtim. Një bisedë e sinqertë ose një takim i thjeshtë mund të forcojë një lidhje që do të mbështesë për një kohë të gjatë. Dashuria dhe miqësia ushqen me veprime, jo vetëm me fjalë. Një gest i vogël i bërë me zemër mund të sjellë gëzim të madh, si për ty ashtu dhe për ata që të duan. Shigjetar, kohët e fundit mund të ndjesh se gjërat në punë kanë ecur më ngadalë nga sa do të dëshiroje. Ndoshta ke pritur një përgjigje për një promovim, një projekt të rëndësishëm ose thjesht vlerësimin që meriton për përpjekjet e tua. Kjo pritje mund të ketë bërë të ndihesh i paduruar dhe i pasigurt. Lajmi mirë se kjo është unë sjell zhvillime pozitive. Përgjigjja ose mundësia që ke pritur ka shumë jasa të vijë dhe të jap pikërisht konfirmimin që shpresoje. Ky moment do të të rikthejë besimin dhe aftësitë e tua dhe do të të motivojë të vazhdosh përpara edhe me më shumë energji. Në planin profesional, mos kërkoj të marrësh iniciativa të reja. Puna dhe përkushtimi yt po fillojnë të japin frutet e tyre. Edhe në jetën personale, optimizmi yt do të ndikojë pozitivisht tek ata që të rrethojnë. Durimisht për blet, beso në rrugën që ke zgjedhur, sepse sot universi të jep një shenjë të qartë se je duke ecur në drejtimin e duhur. Britsjapi. Kjo është unë britsjap, të sjell një energji të fuqishme dhe përparim në realizimin e qëllimeve të tua. Si një shenjë tokës, të lidhesh shumë mirë me energjinë praktike dhe të organizuar të kësaj dite. Takimi i hënës me Venusin e Vëgjëresh rrit motivimin, disiplinën dhe dëshirën tënde për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Kjo është një moment i shkëlqyer për të fokusuar te planet e tua afatgjata. Idetë që të vijnë gjatë ditës nuk duhet të injorosh, sepse mund të të tregojnë drejtimin e duhur për të ardhmen. Nëse ke menduar për një projekt krijues, një ndryshim në karrierë ose edhe për të nisur diçka tënden, kjo është një ditë shumë e mirë për të hedhur hapat e parë dhe për të bërë planifikime. Mos u nxito për rezultate të menjëhershme. Forca jote qëndron te durimi dhe këmbgulja. Çdo hap i vogël që ndërmerr sot mund të bëhet baza e një suksesi më të madh nesër. Beso te idetë tua dhe puno me përkushtim. Kur bashkon disiplinën me kreativitetin, mund të krijosh mundësi që të ndryshojnë të ardhmen e bukur. Ujori. Kjo është unë të kërkon të përballesh me disa çështje që ndoshta i ke shtyrë për më vonë ujor. Energjia e vëgjëreshës të fton të jesh më praktik dhe të shohësh situatat me më shumë qartësi. Ndonjëherë mendja jonë i bën problemet të duken shumë më të mëdha nga sa janë në të vërtetë. Dhe këtë të shtunë mund të kuptosh se disa shqetësime nuk kanë qenë aq të frikshme sa i ke imagjinuar. Takimi i hënës me Venusin sjell një energji që të ndihmon të heqësh iluzionet dhe të shohësh realitetin me më shumë qetësi. Në vend që të shmangësh një bisedë, një vendim apo një përgjegjësi, kjo ditë të jep forcën për ta zgjidhur atë me besim dhe maturi. Kjo është një ditë e mirë për të organizuar jetën tënde, për të vendosur rregulla aty ku ka pasur kaos dhe për të marrë kontrollin e situatave që të kanë mbajtur pezull. Do të ndihesh më i lehtësuar sapo të bësh hapin e parë. Mos lejo që frika të zmadhojë problemet.
Kur përballesh me të vërtetën, zbulon se ke më shumë fuqi për të zgjedhur diçka se sa ke menduar. Peshqit. Kjo është unë peshq, të fton të shohësh njerëzit dhe marrëdhëniet me më shumë qartësi. Ti ke një zemër shumë romantike dhe shpesh zgjedh të shohësh më të mirën tek të tjerët, por energjia praktike e vigjereshës të ndihmon të ndallosh mirë realitetin nga ajo që dëshiron të besosh. Kjo është unë është e rëndësishme, ti kushtosh vëmendje veprimeve, jo fjalëve. Kur dikush të tregon përmes sjelljes së tij se kush është, besoje atë mesazh. Mos harxho energjinë tënde duke ndjekur njerëzit që nuk të japin të njëjtën kujdes dhe përkushtim. Në vend të kësaj, afrohu më shumë nga ata që kanë qenë pranë teje në momentet e rëndësishme. Ka njerëz në jetën tënde që të duan sinqerisht, të mbështesin dhe të tregojnë këtë pa pasur nevojë për premtime të mëdha. Në dashuri, kjo është një ditë e bukur për të kërkuar ekuilibër dhe sinqeritet. Marrëdhëniet e vërteta forcohen kur të dy palët i japin dhe marrin me të njëjtën zemër. Mos u ka pas iluzioneve, zgjidh njerëzit që të zgjedhin ty, sepse dashuria dhe mikësia e vërtet shfaqen gjithmonë përmes veprimeve. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 shenjat e zodiakut për ditën e shtunë 18 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.